ish drejtori i burgut të Durrësit, Indrit Cërloj, i përfshirë në dështimin flagrant të sistemit të sigurisë gjatë arratisjes së Altin Docit, u lirua nga qelia. Gjykata e Durrësit, me gjyqtar Xhevdet Lika, vendosi ta zëvendësojë qëndrimin në qeli me arrest në shtëpi, një mas që bie ndesh me logjikën e përgjegjësisë dhe ndëshkimit për një gabim kaq të rëndë. Ngjarja është një turp i hapur për zinxhirin komandues të burgjeve dhe protokollet e sigurisë. Mdoci u shoqërua pa pranga për vizitë mjekësore, u largua nga spitali dhe askush nuk ishte i përgatitur të reagojë. Megjithatë, drejtori që mbikëqyri gjithë procedurën lirohet, duke treguar qartë se gabimet e mëdha dhe shpërdorimi i detyrës shpesh nuk paguhen. Vendimi i gjyqtarit Xhevdet Lika është një goditje direkte për çdo koncept të drejtësisë. I paraburgosuri arratiset, struktura dështon dhe drejtori shpëton pa pasoja të prekshme. Ky vendim dërgon një mesazh shqetësues për institucionet dhe çdo profesionist që mendon se mund të mbajë përgjegjësi në këtë sistem.